Banorët e fshatit Kurdari në njësinë administrative Suç në bashkinë e Klosit kanë përzon këtë të premte mjetet e firmës 3DM Construction që kishte nisur punën për ndërtimin e hidrocentrali në Porojën e Lusës. Banorët konstatuan në rrugë rreth orës 6 të mëngjesit mjetin duke punuar dhe të gjithë bashkë kanë përzon drejtuesin e mjetit bashkë me Fandromën. Rezistenca e banorëve të Kurdarisë vijon prej më shumë se 8 muajsh, duke mos lënë firmën të punojë. Banorët shprehen se futja e ujit në tubacione do të thotë vdekje e jetës në fshat, ndaj janë të vendosur të mos e lejojnë zhvillimin e këtij projekti. Ata i bëjnë thirrje kompanisë që të mos rikthehet më si dhe institucioneve shtetërore të ndalin masakrën siç e quajnë ata, ndaj një fshati si Kurdaria me prodhimtari të lartë bujqësore. U bën 8 muaj që këtë popull po lën punën e po vinë mbas firmës tash të quajtur Doma. Ne i bëjmë thirrje, na leni rahat të shpitor, se Kurdaria nuk ka për ta lënë gjallë me bën këtë. Ai pretendon se ka letrat, ato letrat se si janë bën, ne nuk e dimë. Dhe çështjen e kemi në gjykatë, është çështja në gjykatën e apelit, por duhet ditë mirë se çysh në kohën e partisë punës është një rezervuar që merr 500.000 metër kub ujë këtu. Që do të thotë, ky rezervuar do 3 muaj për mu mbush. Rezervuari mbushet nëpërmjet këtij burimi. Pastaj, ose mbush ky rezervuar, popullin e Kurdarisë ku ta çojmë? Ta çojmë ta shpërgulim, se shpërgul. Ka një vit që na ka lodhur firma Doma. Dhe për këtë lodhje që na ka lodhur firma Doma, do marr përgjegjësi 1-1. Nuk është ujë me bot centrale, nuk është ujë me mjaftu popullin e Kurdarisë. Se rezervuari që ka bë partia e punës, që ka shkull shtëpia, ka bë rezervuarin, nuk e ka bë kot, e ka bë se ishte ujë që nuk na mjaftonte. Masë në gret Doma thotë unë nuk u ngacmoj ju, nuk u mor ujin ju. Çfarë ujë dëm e mor më tepër ai na ka marrë jetën nesër. Deri vdekje. Nuk ka për ta prek kush për ta cenu natyrën e Kurdarisë. E natyrën e gjelbër të gjithë popullit të administratës Suç Kurdari. Se këtu jetojmë na, nuk jetojmë në Tiranë. Nuk jetojmë mas një vend tjetër. Kjo është Kurdaria që marr rreth dhe motit, ma Tiranës, se Tirana 20 minuta është. Shko tjetër i flen ndër Tiranë dhe vjen punë këtu. Jo me na mor jetë kështu. Unë i kom gjek dokumentacionin që nga viti 2018. Nga të gjithë dëgjesat që mbon realisht me përfaqësues bashkie, dhe ato janë mbi 1800 banorë që kanë përmos kundër. 10 banorë kanë qenë pro, por dhe ato sot që kanë qenë pro, janë bashku banorët e Kurdarisë. Ndërsa administratori i kompanisë 3DM Construction, Besmir Doma, deklaroi se projekti është konform me rregullave ligjore. Ne kemi një leje ndërtimi dhe po e zbatojmë. Për 8 muajsh ne kemi hasur në vështirësi me banorët, me protesta, me pretendime. Sot në orën në 7 diçka kanë shku punojësit kantier dhe më kanë njoftu kanë ardhur banorët në kantier. Kam njoftu sallën operative. Unë kërkoj ndihmën e policisë shtetit dhe gjithë instancave shtetërore, si deputetëve të zonës, të vinë të sqarojnë banorët ku merr ujin firma, KCN firma. Procesi vazhdon në gjykatë. Gjykata shpreh, gjykata ka punën të veta, ne kemi punën tonë. I bëj thirrje kryetarës bashkisë Klos të vije të sqarojë banorët, të marrë projektin në dorë dhe të thotë firma këtu merr ujin, firma këtu lëshon ujin. Ne jemi poshtë veprës marrjes ujit të fshatit rreth 600-700 metra apo 1000 metra, se nuk e di fikse. Ne marrim ujin te ure e kapit 100 metra më lart. Protestat e vazhdueshme të banorëve të Kurdarisë janë zhvilluar duke mos lejuar kompaninë që të ndërtojë hidrocentralin të shkojë në kantier. Ata kanë ruajtur zonën ditë e natë të ndarë në disa grupe, ku sapo konstatohen punonjës të kompanisë 3DM Construction, menjëherë mblidhen i gjithë fshati dhe bëjnë rezistencë.